një shumë më të mirë në basketbol. Se diskutum para emisionit edhe unë e pyeta se është trener të U20 edhe më tregoj për potencialin që ka me furnizu kombëtarën e madhe, kombëtarën A me basketbolist. Me talent të rinj. Po, me talent të rinj, por unë mendoj që në Kosovë vite me radhë është punu shumë gabim në basketbol. Nuk kanë program zhvillimit. Në Kosovë është basketbolli i krijuar krejt falc. Artificialisht. Vinë trenerat e ujë, vinë lojtarët e ujë, vinë shkojnë. Është krejt një mask që jepët në 4 ndeshjet e play-offit. Aty 4 ndeshjet e play-offit, aty e madhe, nena, knena. Nuk punohet me gjenerata të reja, nuk ka program për zhvillim të klubet, apo kupton, nuk ka, unë mendoj që çdo gjë ka mujt me konë ndryshe, të na janë derdh miliona në basketbol, s'kemi arrit një basketbolist mirë me nxerr, edhe kjo do analizë, veç pak po, veç kjo do analizë, të na janë ardhë lejtarët, kanë marrë paga marramendse, kanë shku, janë ardhë, kanë shku, as kemi bo sukses në Evropë, as nuk kemi nxerr një basketbolist, tifozërit shohan ka pak ndër me veti, kur gjë heq, e merr dikush kupën e që kur gjë heq, apo kupton, do me thonë, çdo gjë është artificiale. Jemi akoma të Dardane dhe të Drelane. Unë i bëj thirrje Federatës Basketbolli, një thirrje mendjes, me bo një program zhvillimit, me fillu me nxerr basketbolista të ri, me fillu me punu ma tepër me kuadra, se të na e dojmë populli basketbolin, edhe me kriju diçka të qëndrueshme, jo falc, jo falsifikat, se kjo krejt që o bo dejtash është falc. Trener, po du me të plëcu, është edhe një skandal që ka ndodhur në këtë grumbullim të kombëtarës